Në tetor të vitit 2023, ndërsa Donald Trump po përgatitej të largohej nga Trump Tower në New York për të shkuar në gjykat, autokolona e tij u përball me një problem të pazakontë. Nuk kishte më vend për Natalie Harp, një nga bashkëpunëtorët më besnike të tij. Sipas dy burimeve të CNN, të njohura me ngjarje në hallin e Trump Tower pati një debat, pasi Harp këmbguli se Trump i kishte kërkuar ta shoqëronte në gjykat, kur nuk u gjet një vend për të në automjetet e autokolonës, ajo mori një vendim të pazakontë, u fut në bagazhin e një furistrade për të mos mbetur pas. Episodi i bërë publik vetëm tani ilustron marrëdhënien e veçantë që Harp ka krijuar me Trumpin. Ajo është ndëruar në një prani pothuajse të pandashme nga presidenti amerikan, duke fituar një akses të konsiderueshëm në rrethin e tij të ngushtë. Nga televizioni konservator te krau i Trumpit, Natalie Harp, 35 vjeçe, ka punuar më parë si prezantuese në një rrjet televiziv konservator. Ajo ju afrua Trumpit pasi e kishte falenderuar publikisht duke thënë se ai kishte shpëtuar jetën. Që prej vitit 2022, kur u bashkua ekipit të Trumpit, ngritja e saj ka qenë e shpejtë. Gjatë fushatës presidenciale të vitit 2024, edhe pse nuk mbante një rol zyrtar të përcaktuar, ajo e ndoqi Trumpin në udhëtimet e tij nëpër vend, duke i siguruar artikuj, materiale mediatike edhe informacione që e paraqisnin atë në një dritë pozitive. Sasia e materialeve të printuara që ajo i siguronte Trumpit ishte aq e madhe sa njerëzit pranë tij nisën ta quanin printërja njerëzore. Me kalimin e kohës, Harp është bërë një nga kanalet kryesore të komunikimit të Trumpit me botën e jashtme. Ajo përcjell mesazhe nga aleatët politik, ndihmon në organizimin e takimeve, përgatit materiale dhe shkruan ose ndihmon me postime në Truth Social. Një kongresmen republikan i cituar në raportime ka treguar se Harp është bërë aq e rëndësishme për komunikimin me Trumpin, sa edhe kur ai komunikon drejt për drejt me presidentin, Harp zakonisht sigurohet të jetë në dieni të bisedës. Një prani e vazhdueshme në krah të presidentit. Pas rikthimit të Trumpit në Shtëpinë e Bardhë, prania e Harp u bë edhe më e dukshme. Në pamjet nga ceremonia të nënshkrimit të dokumenteve presidenciale dhe nga aktivitetet në zyrën ovale, ajo shihet shpesh në sfond pranë presidentit. Ajo është gjithashtu pjesë e grupit të vogël të ndihmësve që e shoqërojnë gjatë udhëtimeve dhe tubimeve politike. Sipas një këshilltari të Shtëpisë së Bardhë, Trump e vlerëson veçanërisht faktin që Harp është jashtëzakonisht besnike dhe e gatshme të reagojë menjëherë kur ai ka nevojë për diçka. Vetë Trump, sipas një prej burimeve të cituara, e ka vlerësuar shpejtësinë e saj në gjetjen dhe printimin e materialeve që i kërkon, përplasjet me bashkëpunëtorët e tjerë. Por afërsia e saj me Trumpin nuk ka kaluar pa shkaktuar pakënaqësi brenda rrethit presidencial. Disa këshilltarë që kanë kërkuar takime private me presidentin janë befasuar kur kanë zbuluar se edhe Harp ndodhej në takim. Sipas burimeve të njohura me funksionimin e rrethit të ngushtë të Trumpit, ajo është treguar veçanërisht mbrojtëse ndaj aksesit të saj te presidenti. Raportohet gjithashtu se Harp ka thënë disa bashkëpunëtorëve se i raporton drejt për drejt Trumpit. Kjo ka shkaktuar bezdite disa drejtues të tjerë të Shtëpisë së Bardhë, të cilët funksionojnë sipas strukturës zyrtare të hierarkisë presidenciale. Megjithatë, një zyrtar tjetër e ka minimizuar këtë përshkrim, duke thënë se Harp bashkëpunon me kolegët, ndihmon në përgatitjen e materialeve dhe siguron që informacioni të përcillet personave përkatës. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, David Shengel, e ka mbrojtur publikisht duke e cilësuar Harpin si një nga bashkëpunëtorët më besnike dhe më punëtore të ekipit të Trumpit. Në qendër të vëmendjes pas deklaratave të Jon Ossoff, roli i Harp u rikthye në vëmendjen publike pas një fjalimi të senatorit demokrat të Georgias, Jon Ossoff, i cili e përmendi atë në mënyrë ironike teksa kritikonte Trumpin. Ossoff ju referua udhëtimeve të presidentit amerikan dhe përmendi edhe Harpin duke shkaktuar një reagim të ashpër nga Shtëpia e Bardhë. Përmendja e saj u bë veçanërisht e diskutuar për shkak se Harp ishte mes grupit të vogël të personave që shoqëruan Trumpin gjatë një largimi të fshehtë me një avion më të vogël në një situatë të tensionuar sigurie në rajon. Pas deklaratave të Ossoff, Shtëpia e Bardhë sulmoi senatorin dhe Harp u bë objekt diskutimesh të shumta në rrjetet sociale. Marrëdhënia që disa e përshkruajnë si babebi, persona pranë Shtëpisë së Bardhë, kanë kritikuar mënyrën se si Harp u përfshi në debatin publik, duke argumentuar se ajo është një ndihmëse relativisht e panjohur për publikun dhe se nuk ka bërë asgjë për të merituar një vëmendje të tillë. Një person i njohur me marrëdhënien e tyre e ka përshkruar atë si një raport babebi, edhe pse disa prej bashkëpunëtorëve të Trumpit kanë qenë prej kohësh të shqetësuar për ndikimin dhe aksesin e pazakontë të Harpit, pak prej tyre besojnë se vëmendja e fundit mediatike do ta dobësojë pozitën e saj pranë presidentit. Dyshimet për postimin kontrovers për familjen Obama. Harp është përmendur gjithashtu në lidhje me një tjetër episod të diskutueshëm. Në fillim të këtij viti Trump publikoi dhe më pas fshiu një video raciste që paraqiste Barack dhe Michelle Obamën si majmun në një sken xhungle. Postimi shkaktoi reagime të forta dhe një val kritikash ndaj presidentit. Sipas një burimi të njohur me situatën brenda rrethit të ngushtë të Trumpit, u diskutua privatisht nëse Harp mund kishte pasur rol në publikimin e videos, pasi ajo ishte një nga numri i kufizuar i bashkëpunëtorëve me akses në llogarinë e Trumpit në Truth Social. Megjithatë nuk pati një akuzë publike ndaj saj dhe ajo nuk u mbajt përgjegjëse për postimin. Në fund, historia e Natalie Harp tregon se përtej titujve zyrtar dhe strukturës formale të Shtëpisë së Bardhë, ajo ka arritur të ndërtojë një pozicion të pazakontë pranë Donald Trumpit, një ndihmë
Dimse që është vazhdimisht pranë tij, siguron informacion, përcjell mesazhe dhe në një rast të pazakontë, ishte madje e gatshme të udhëtonte në bagazhin e një makine vetëm për të mos mbetur pas.